Si po shkojnë punë, ta drejtorit po cilën mirë? Mirë se keni ardhur në Bashkinë e Tiranës. Ne jemi një ditë para një ngjarje shumë të rëndësishme tonë të kombëtare dhe jemi përgatitur për paradën më të madhe mbar shqiptare që na vijnë gati 150 qytete janë bërë pjesë. Kemi 250 grupe artistike, ansamble nga gjithë qytetet shqipfolse dhe nga diaspora. Doja të falenderoja në mënyrë të veçantë Marko Kepin për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur së bashku, për organizimin dhe gjithë koordinimin që kemi bërë, që e bëm të mundur pikërisht për ta sjellë këtë paradë që zhvillohet 15 vite në radhë në New York dhe ne jemi shumë të lumtur. Mirë se u gjetme, kryetar, faleminderit për mirëpritjen e këtij bashkëpunimi. Është e apostë çfarë thënë edhe nëpër media që një qeveri shqiptare bashkëpunon me organizatën tonë, pra ta sjellë paradën shqiptare këtu në Tiranë. Dhe jemi shumë krenarë që më në fund po zhvillohet kjo ëndra që kemi pas neve ta bëjmë paradë këtu me gjithë shqiptarët dhe gjithë atrojeve. Dhe më lejoni në mënyrë veçantë falenderoj nanat shqiptare që kemi këtu, që e kanë bërë mutën, vinë me gjithë fëmijët e tyre këtu në Shqipëri, kanë marrë lejnë nga shkolla, nga puna, vetëm që fëmijët e tyre tash që janë në Tiranë, në Shqipërinë, dhe kemi pjesë e paradës dhe këtu. Dhe gjithashtu kemi dhe policinë e qytetit New Yorkut, kemi kryetaren Jackie Marko, kemi lieutenant Eddie Drishki nga New Jersey dhe koreografën tonë Angelina Nika. Faleminderit shumë Mark. Fjala për ju zoti kryetar, një fjalë përshëndetje për gjithë. Mirë se keni ardhur gjithë, shumë faleminderit. Mark, shumë faleminderit gjithë skuadrës që është bashkuar me ne. Po ua them unë i pari gëzuar festat, para se të fillojnë ta thonë të gjithë sepse kemi hyrë tashmë në javën e festimeve. Sot e kemi rregulluar motin që të jetë perfekt si verë. Nuk e di a doja dalim nesër, megjithatë po i thosha shumë kolegëve që thonë jo po ta shtyjmë, jo po se s'do jetë moti mirë, thash të parët tanë kanë duru plumba e persekutime, lëllë i vujtjesh, ca pika shius për na ndalojnë për paradën, edhe pse ta kishim dorë motin e kishim rregullu. Megjithatë jam i sigurt që do kalojmë një kohë fantastike nesër. Edhe qyteti është plot me njerëz, tash po shkoja kur po vija poshtë tek dritarët e bashkisë dhe ishte plot sheshi, ende pa fillu aktivitetet. Kështu që janë vërtet shumë mirënjohës, edhe Markus edhe gjithë skuadrës të rënjve shqiptare, po të gjithë atyre që përfaqësojnë organizata kulturore, organizata gjuhës shqipe, organizata të rendit publik edhe të ligjit, janë vërtet i lumtur sepse ka tregu Markus herën e parë, fjala parad në Shqipëri ka një kuptim krejt tjetër. Ka qenë kryesisht paradet e kohës komunizmit, ku ishte me disiplinë ushtarake për t'i tregu Amerikës sa të fortë jemi dhe që s'keni për t'na mund kur. Amerika s'na kishte në radar në atë kohë. Dhe këto armiqt imagjinar nuk erdhën kur. Kështu që fjala parad, si fjala kooperativ, si fjala vullnetar, kanë qenë të lidhura me një sistem tjetër. Kështu që tash Markus e kemi sfidë për herë të parë me rehabilitu fjalën parad. Edhe me tregu që ndoshta nuk e ka të disiplinën ushtarake, por ka atë gëzimin, e ka atë bashkëpunimin edhe krenarinë e asaj që jemi. Unë nuk du të me bë politikë, se është gjëja e fundit që du me bë, po du me bë pak reflektim, edhe me kuptu që jemi duke jetu sot ditët tona më të mira. Nuk po them ditët tona perfekte, se unë besoj që dita perfekte e shqiptarëve ende s'kan brit, po janë sot ditët tona më të mira. Okej, Shqipëria ka qenë 111 vite e pavarur, por sot Kosova është e lirë dhe e pavarur. Në Maqedoni e kemi zëvendës kryeministrin dhe në fillim të janarit kryeministri do të jetë 3 muajt e fundit gjithashtu shqiptar. Në Malzi e kishim më përpara zëvendës kryeministër, u bë kryeministër, tash kemi prapë zëvendës kryeministër shqiptar. Dhe kur mendoj se sa e padrejtë ka qenë historia, pra sa poshtë edhe sa të diskriminuar e kemi ndjer veten, sot jemi më lart. Po siç thon, oreksi vjen duke ngrënë, çdo ditë duhet me punu edhe me çu pak më lart. Kështu që besoj që është një moment për të reflektuar që kombi ynë sot po jeton ditët e veta më të mira. Edhe sot besoj që nuk ka asgjë që na pengon që të vazhdojmë akoma më lart. Në fakt ka një gjë që na pengon. Ne vetë. Sa diskutojmë pse ky dhe jo unë, po pse ai dhe jo unë, po pse ajo dhe jo unë. Edhe them se kur secili thoshte unë do bëj timen dhe nuk do bëj llogaritë e tjetrit sepse besoj kur secili bën vetën me dashamirësi, me pozitivitet ne mund të ecim përpara. Sot në shumë komuna, shumë qytete, shumë bashki, ne s'na pengon askush tjetër me i bë këto punë që kanë ndodhur në Tiranë. Përveç se disa tjerëve që janë po raca jonë.
Pra, më përpara nëse thoshim shkjau e greku e turku, sot se themi dot. Paktën këto vise ku ne qeverisim vet. Sot ne jemi të njëjtët autor të progresit, siç mund të jemi edhe të autor të mungesës bashkëpunimit. Kështu shpresoj shumë që ajo frymë e parëve e vjetër që nga koha e Skënderbeut, që bashkimi e bën fuqinë. Përtej këtyre dallimeve të vogla, përtej partive, përtej mbiemrit, përtej vendit të origjinës, ne jemi shumë pak për t'u ndarë në gjithë këto seksione. Jemi shumë pak për t'u ndarë. Ndaj edhe mesazhi që duam t'i japim këto festa është koha me u bashku. Ne mund të kemi shumë problematika për të zgjidhur me njëri tjetrin, si mund të bëhet punat më mirë, po kritikën jo si për hasmin, kritik si për një mik, si për një shok, për t'i përmirësuar punët. Edhe shpresoj që gjenerata e re e shqiptarëve që janë këtu sot i ka mësuar këto mësime. Fakti që mbërthejmë duart bashkë si një valle, në një valle nëse dikush nuk don ta japi dorën, nuk funksionon valle. Duhet jemi të gjithë me duart bashkë. Edhe unë besoj që këto 2 ditë do jetë një valle e bukur edhe për ta dhënë këtë mesazh. Edhe për të reflektuar që sot s'ta pengon më askush. Sot mund ta pengojmë ne vetëm, po një forcë huaj ne nuk na pengon dot. Ndaj dhe vërtet jam krenar për atë që keni mbrit në Amerikë. Ndonjëherë kujtoj me nostalgji. Unë kam jetuar në New York disa kohë, po kur mendoj që sa punë e mirë bëhet në kohët kur gjithë njerëzit janë zënë, gjithë njerëzit janë të angazhuar, gjithë njerëzit nuk janë vetëm 8 to 5, por 8 me 5, por edhe angazhime të tjera. Fakti që secili ka gjetë kohë që t'i dedikoj kauzës son, gjuhës son, traditës son, kulturës son, më bën, siç thoni ju, very proud. Shumë krenar. Faleminderit shumë. E di që duhet qenë se sot është dita e bukur, ne kemi shumë kënde të lodrave për fëmijë, edhe kemi një zoo, kemi kopsh zoologjik, kemi disa hapësira të tjera, tek piramidat duhet me shku të gjithë fëmijët me mësua, kemi qendrën më të madhe të kodimit në gjithë Ballkanin për fëmijët, se besoj që janë punët e të ardhmes, the future jobs, pra punët që do duhet bëjë një shqiptar në të ardhmen, nuk jemi vetëm vendi që prodhon për Gucci e për Armani këmisha e kpucë. Ato janë punë që paguajnë pak, nuk janë punët e të ardhmes. Sot kur shikojmë Mira Muratin e shumë tjerë, punët e të ardhmes janë gjithmonë më shumë digjitale. Kështu që gjithë atë piramidën e shokut Enveri kemi kthyer nga një simbol i izolimit në një simbol të hapjes edhe të punëve të ardhmes. Kështu që shpresoj që do keni pak kohë me fëmijët edhe ta maksimizoni këtë ditë që jemi me diell, se nesër do jemi pak me sfidë nga moti, po jam i sigurt që do kalojmë po aq bukur. Nëse më lejoni, do ftoj Markun këtu, sepse dua që për gjithë këtë iniciativë ti jap një medalje të mirënjohjes së Bashkisë së Tiranës, sepse unë besoj që nëse nuk jemi mirënjohës me njëri tjetrin, se kemi kuptuar fillimin e bashkëpunimit. Edhe dua që të çohem këmbë dhe unë. Mark, ti je oficer i dekoruar, jam i sigurt që ke medalje, kupa e mbështetje pafund, ama nëse e pranon, për ne është një kënaqësi të vlerësojmë emër të qytetit Tiranës. Është qyteti më i madh i shqiptarëve. Dikush më tha bashkë me Markun do po ja vidhni Vlorës atë simbolikën. Edhe ky ishte amerikan, shqiptar amerikan, i thash, është pak si në Amerikë. Në Philadelphia i thash e bën kushtetutën, ama në Washington e kanë kryeqytetin, në New York e bëjnë paradën. Por edhe kjo histori tregon pak fatkeqësitë që kemi kaluar. Ju e dini kryeqyteti ka qenë Kruja Skënderbeut. Pastaj u shpall pavarësia në Vlorë sepse ushtrit pushtuese s'du me bë politikë ballkanike, por kishin mbrit deri afër Krujës. Pastaj kryeqyteti vajti në Durrës. Dhe kryeqyteti pas Vlorës ka qenë Durrësi. Pastaj ushtria fashiste, marina fashiste erdhi në Durrës. Edhe u desh të zhvendosej kryeqyteti. Kështu që ndonjëherë ne shqiptarët jemi produkte të incidenteve, aksidenteve, sulmeve, ama pyetja është jo sa jemi rrezuar, por sa shpejt jemi ngrit. Kështu që sot Tirana është kryeqyteti, në Tiranë do duhet i bëjmë këto aktivitete, po në emër të qytetit Tiranës, qytetit më të madh shqiptar, ndoshta i dyti është New Yorku mas Tiranës për numër të shqiptarëve. Dua që të t'jap këtë medalje të mirënjohjes, duhet të falenderoj me gjithë zemër për kontributin, për pasionin, për kohën, dedikimin, energjinë pozitive edhe frymën e bashkëpunimit. Shumë. Kjo nuk është linja, kjo është dhe gjithë juve, sepse parada nuk bëhet vetëm, dhe pra nana shqiptare dhe fëmijët shqiptarë janë ato që vojnë paradën të mundshëm. Kështu që faleminderit, kjo shkon për gjithë juve. Dhe neve kemi një dhuratë për juve si kryetari i bashkisë i pari që pranoi që ta bëjmë paradën këtu në Shqipëri. Po vjen Christmas pak më herët në paradën. Gjatë simbolike, suvenirë të shoqatës tonë. Super. Kur ne nuk kishim fonde për veshje kombëtare atje, parada shqiptare kemi bërë këto fanele. Super. Ta vinë këtu në Tiranë për herë të parë. Perfekt. Të shoqatës. Vintage.
Faleminderit. Shumë faleminderit.